Amaneti, edhe kur vdes njeriu, Allahu Dhul Gjelal ka me dënu, edhe në dunjat, po edhe në ahiret. Dhe amaneti ka me dal para Allahu Dhul Gjelal me thënë, ja Rabbi, që këm ka mashtru, edhe që këm ka tradhtu, edhe që kjo amaneti nuk e ka zbatu. Edhe Allahu Dhul Gjelal amanetin ka me thënë njeriu të kthej amanetin. Ja Rabbi, ku ke me kthy në këtë dunja? Ku ke me shku? S'ka më ka kalu, qysh me kthy atë amanet? Thëtë Allahu Dhul Gjelal shka me rënë gjehnem. Dhe ka me shku njeriu në gjehnem, her me qitë në anën e djath, e her në anën e majt, e ku mundu mu ngrit me dalë prej gjehnemit, veç ka me rëshit e poshtë dhe deri në fund tjetës ti, se s'ka më fund ajo jetë, po të një jetën që të ku me najtë, të mundu me ngrit amanetin prej gjehnemit. Sa që Abdullah ibn Mesudi, thot, dhe Ahmed ibn Hanbeli dhe djalit në librën e Zuhd, kanë transmetu që edhe mujahidi, edhe luftetari, edhe shahidi, edhe dëshmori, i cili e ka thy amanetin, Allahu Dhul Gjelal nuk ja fal as atij. Amaneti e punë e madhe. Sa që i ka me qunë gjehenem, Allahu Dhul Gjelal mi thonë, nxirr amanetin. Kërkan, shahidit, cilët shahid, që ati që pëtë Allahu Dhul Gjelal, krej gjunahet ja fal. Ama të amaneti dhe të borqi, që do dyja nuk ja fal. Thot, ktheva tje në gjehenem edhe kthej amanetin njerëzve. Sa prej amaneteve kemi thy? Sa prej amaneteve ne i kemi anashkalu? Sa prej amaneteve na heq veshës ja kemi lëshu? Sa prej ty në gjanave kemi thy? Nuk i iman nëse që i besushëm. Nëse nuk je i me qua amanetin deri në fund që Allah i Dhul Gjelal të ka dhonë. Islamin e kem amanet, Kur'anin e kem amanet. Qitatë që cilën Allah i neve në ka ngarku dhe në ka thonë Allah i Dhul Gjelal në Kur'an. Zoti Dhul Gjelal këtë amanet këtë Kur'an, je ka thonë kodrave dhe maleve, asë s'ka mujt me marë. Je ka thonë njeriu që kjo ka me mbanë bisupet e ti. Këtë amanet që njeriu do të me spjegu, djerë në të më mësu, si pasoj rrugët do të me vazhdu, nëse do gjenetin me shiju.